Shqipëria po përjeton një nga javët më të nxehta të kësaj vere. Në ndikimin e masave ajrore afrikane, temperaturat kanë shkuar deri në 40 gradë Celsius, bëjmë dje që jemi ende në korrik, por si pritet të jetë gushti dhe javët në vijim, për këtë do të jemi në lidhje direkte me Hakil Osmanin. Hakil, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë Shqipëria është përfshirë nga një valë forte të nxehtit afrikan. Sa pritet të zgjasë kjo situatë? Në fakt, për gjatë fundjavës do të vijojmë të jemi në mbizotërimin e kësaj vale të nxehtit afrikane, e cila po sjell temperatura ekstremisht të larta në vendin tonë, duke bërë që maksimumet regjistrohen ditën e sotme shumë pranë vlerave 42 gradë Celsius në qarkun e Elbasanit dhe të Beratit. Po ashtu, me temperatura të larta pritet të jetë edhe kryeqyteti, Gjirokastra apo Shkodra, të cilat afrohen shumë pranë vlerës 41 gradë Celsius. Vija bregdetare temperatura të larta do të ketë për gjatë kësaj fundjave, duke bërë që maksimumet aty të luhaten nga 37 dhe shumë pranë vlerave 39 gradë Celsius. Edhe në zonat malore do të kemi maksimumet të cilat regjistrohen rreth vlerës 38 gradë Celsius në qytetin e Kukësit, ndërsa zona e cila do të jetë me temperatura më të freskëta mbetet juglindja e territorit, duke bërë që aty maksimumet të luhaten nga 32 dhe shumë pranë vlerave 34 gradë Celsius. Kjo fundjavë që është ndikimin e kësaj vale të nxehtit, po ashtu ka sjell edhe një rritje të ndjeshme të temperaturave të ajrit në orët e para të mëngjesit, duke bërë që vlerat minimale në qytetet e zonave malore mëngjesin e sotëm të jenë regjistruar në 21 gradë Celsius, ndërsa në urtësinë perëndimore janë luhatur nga 23 dhe shumë pranë vlerës 28 gradë Celsius në vijën bregdetare. Ditën e nesërme pritet të ketë një tjetër rritje të temperaturave të ajrit në orët e para të mëngjesit, duke bërë që minimumet në qytetet e zonave malore si Puka, Peshkopia apo edhe Erseka të regjistrohen në vlerë 22 gradë Celsius, ndërsa për sa i përket urtësirës perëndimore, temperaturat e ajrit gjatë mëngjesit të ditës së diel do të jenë mjaft të larta, duke bërë që të luhaten nga 25 deri në 29 gradë Celsius në vijën bregdetare. Duke bërë që kjo fundjavë të sjellë jo vetëm të temperatura ekstremisht të larta në orët e mesditës, por po ashtu të kemi dhe natë tropikale, pasi temperaturat e ajrit do të kalojnë në një pjesë të mirë të urtësirës perëndimore mbi 28 gradë Celsius. Cilat zona kanë regjistruar temperaturat më të larta deri tani dhe sa gradë janë shënuar? Zona e cila ka përjetuar edhe temperaturat më të larta, që në fakt për gjatë gjithë stinës së verës ndër këto vitet e fundit janë qytetet e zonës së ulët, që regjistrojnë temperaturat ekstremisht më të larta, duke përfshirë këtu edhe kryeqytetin, por ato të zonat të cilat ka dhe temperaturat më të larta është Elbasani dhe Berati, me maksimumet të cilet afrohen shumë pranë vlerave 42 gradë Celsius. Dhe konkretisht në Elbasan, zona e Belshit është ajo e cila regjistron edhe temperaturën më të lartë, ndërsa nëse flasim për Beratin, temperaturat më të larta regjistrohen në Kuçov dhe në Urën vajgurore. Këto janë dy zona të cilat këto vitet e fundit kanë regjistruar edhe temperaturat më të larta dhe sigurisht edhe për gjatë kësaj vale të nxehtit, këto janë dy zona të cilat ekstremisht regjistrojnë temperatura të larta, 42 gradë Celsius. Janë rreth 10 gradë më të larta se sa vlerat normale. Por këto temperatura janë të matura në hije. Nëse ne qëndrojmë në diell, sigurisht që ato ndihen edhe si 5 apo 6 gradë më shumë se sa regjistrohet. Krahas vapës ekstreme kemi parë dhe rreshje lokale dhe shkarkesa elektrike. A është fenomen normal për këtë periudhë të vitit? Në fakt, për këtë periudhë është normale që në zonat e izoluara shumë të vogla her pas here të kemi problematik për sa i përket këtyre rreshjeve që janë në formën e rebesheve. Në zonat malore her pas here rebeshet janë edhe në formën e breshrit, ka shkarkesa elektrike dhe kjo vjen si pasojë e avullimit të menjëhershëm të sipërfaqeve ujore dhe kemi në zonat e izoluara prezente këto shkarkesa elektrike të shoqëruara me rebeshe shiu. Gjatë pranverës, por po ashtu dhe gjatë stinës së verës janë fenomene të cilat tashmë vitet e fundit territorin shqiptar po e prekin më së shumti. Atëherë si parashikohet moti për këtë të diel, a do ketë ndryshime të temperaturave dhe si do jetë java në vazhdim? Në fakt, dita e diel sjell një ndryshim të temperaturave të ajrit, sidomos në orët e para të mëngjesit, duke bërë që minimumet të kenë një rritje me 1 gradë Celsius dhe do të bëjë që temperaturat e ajrit të ndihen më të larta se ato të cilat përjetuan mëngjesin e ditës së sotme, ndërsa nëse flasim në orët e mesditës do të ketë një rënje të lehtë me rreth 1 gradë Celsius të temperaturave të ajrit, duke bërë që maksimumet të jenë rreth vlerës 41 gradë Celsius në qytetet e zonës së ulët. Fillim java mbetet me temperatura ekstremisht të larta, dita e hënret 40 gradë Celsius, rreth në 39 gradë Celsius presim maksimumet ditën e martë, por
duke filluar nga pasditja e ditës së madhe, të paktën deri rreth datës 26-27 korrik, pritet të kemi një rënje të ndjeshme të temperaturave të ajrit, maksimume të cilat nga 40 gradë Celsius pritet të zbresë rreth vlerës 34 apo 35 gradë Celsius. Këto do të jenë temperaturat të cilat do të na shoqërojnë të paktën duke filluar që nga dita e mërkurë dhe në fundjavën që i vjen do të kemi këto temperatura në territorin shqiptar. Janë temperatura të cilat janë shumë pranë vlerave normale për sa i përket muajit korrik, pasi korriku maksimume duhet i ketë rreth vlerës 32 apo 33 gradë Celsius. Po ashtu ka dhe një rënje të temperaturave në orët e para të mëngjesit, duke bërë që të kemi disa ditë të cilat neve të mund të marrim frymë, të shlirohemi nga këto valet e të nxehtit që kemi patur temperatura ekstremisht të larta. Por nuk është se nuk do të kemi frikë për të gjitha ata të cilët kanë rezervuar pushimet gjatë fundit të korrikut, pasi sërish java e fundit e muajit korrik ka sinjale që të sjellë rritje të ndjeshme të temperaturave të ajrit, sidomos ditët e fundit, pasi ka sinjale që të kemi një tjetër valë të nxehtit e cila do të përfshi Europën juglindore, rajonin e Ballkanit, duke bërë që edhe territori shqiptar të ketë temperatura sërish mbi 40 gradë Celsius. A parashikoni episode të tjera të nxehtit ekstrem gjatë kësaj periudhe? Në fakt, vitet e fundit gjatë stinës së verë tashmë është parë që territori shqiptar të goditet nga këto valët e të nxehtit. Çdo vit që neve kalojmë, ato janë më të shpeshta dhe janë her pas here edhe më agresive. Agresive do të thotë që zgjasin më shumë në kohë dhe sjellin temperatura ekstremisht të larta në pothuajse të gjithë territorin shqiptar, duke bërë që të ndihet sikur është normale 40 gradë Celsius këto vitet e fundit, pasi dekadën e fundit temperatura 40 apo 41 gradë Celsius pothuajse për gjatë gjithë muajit korrik dhe gusht, her pas here territori shqiptar i ka patur prezente. Sigurisht që edhe këtë verë pritet që të jetë një verë e nxehtë edhe për pjesën e mbetur të saj. Kjo shtuar këtu edhe fenomenin El Niño, i cili sjell në rang global ndryshime klimatike, duke bërë që periudhat afatgjata pa reshje të jenë prezente, por po ashtu dhe të ketë periudha të gjata ku do të ketë temperatura ekstremisht të larta. Kjo fenomeni El Niño sigurisht do të ndikojë edhe në aktivizimin e masave ajrore të nxehta nga kontinenti afrikan, duke bërë që të kemi këto temperatura ekstremisht të larta. Në ndryshim nga vitet e kaluara, kjo verë në fakt ka një karakteristikë të veçantë, pasi her pas here ne jemi vizituar nga prezente këto rreshjet e shiut në formën e rebesheve, të cilat pritet të jenë prezente edhe në javën që vjen. Dita e martë, në pjesën e dytë të saj, pritet të sjellë rreshje edhe në formën e rebesheve në zonat veriore dhe në zonat qendrore, ku në zonat veriore sigurisht mundësia për rreshje në formën e breshëri do të jetë mjaft e lartë, dhe sërish pritet të kemi prezente ditën e njëjtë dhe ditën e premte të javës tjetër rreshje shiu. Kështu që kjo verë jo vetëm që po na sjell temperatura ekstremisht të larta, por her pas here kemi vizitë edhe nga rreshjet e shiut edhe në formën e rebesheve. Temperaturat e larta kanë favorizuar dhe përhapjen e zjarreve. A mund të parashikohet se cilat do jenë zonat më të rrezikuara? Në fakt, duke qenë se territori shqiptar gjatë valëve të nxehtit përfshihet i gjithë nga këto temperatura ekstremisht të larta, sigurisht që zonat të cilat janë edhe me risk më të lartë për sa i përket këtyre vatrave të zjarrit që mund të ketë aktivizim të tyre, janë qytetet e zonës së ulët, si zonat malore të Beratit, po ashtu një pjesë e Elbasanit, Gjirokastrës, Vlora, sepse këto janë dhe zonat ku temperaturat janë ekstremisht të larta. Por jo vetëm në këto zona, po ashtu edhe në zonat malore në veri, si në qarkun e Kukësit, ku maksimumet ndryshe nga pjesa tjetër e zonës malore regjistrohen edhe në 39 apo 40 gradë Celsius, në raste të veçanta ku valet e të nxehtit janë mjaft prezente në territorin shqiptar, dhe sigurisht këto janë zonat ku ka edhe rrezik më të lartë për sa i përket rreshjeve, dhe kjo, zjarreve, dhe kjo vjen si pasojë e mungesës së gjatë edhe të mospasjes së rreshjeve në territorin shqiptar. Temperaturat e larta thajnë vendin për mosprezenca e rreshjeve, sigurisht që pastaj e shton akoma më shumë rrezikun për vatrat e zjarreve. Si paraqitet situata në rajon dhe në Evropë? Nëse flasim për rajonin e Ballkanit, gjatë kësaj fundjavë është një fundjavë mjaft e nxehtë, jo vetëm për vendin tonë, por për Kosovën, Republikën e Maqedonisë së Veriut, Mali, Greqia, Serbia,
janë me temperatura të cilat janë ekstremisht të larta. Aty temperaturat e ajrit në Kosovë regjistrojnë rreth vlerës 38 gradë Celsius. Sigurisht, vlera absolute territori shqiptar ka më të lartë, por 38 gradë Celsius për Kosovën, ndjeshmëria është me rreth 11 gradë më të larta sa vlerat normale, deri në 39 gradë Celsius kemi maksimume në pjesën më të madhe të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në zonat e izoluara afrohen edhe në 40 gradë Celsius, Malizi po ashtu zonat perëndimore me maksimume të cilat luhaten nga 35 deri në vlerën 39 gradë Celsius, Beogradi me maksimume shumë pra vlerave 40 gradë Celsius, Zagrebi po ashtu mbi 39 gradë Celsius. Pra, rajoni i Ballkanit i gjithë thjesht në ndikimin e kësaj vale të nxehtë duke bërë që të ketë temperatura ekstremisht të larta. Por jo vetëm Ballkani. Edhe Italia, kryesisht Italia jugore, me temperatura mbi 42 gradë Celsius. Dhe ne gjithmonë kur flasim për temperaturat e ajrit, flasim për ato të cilat maten në hije. Në diell sigurisht që ndjen akoma më të larta. Sicilia, Sardenja me temperatura mbi 43 gradë Celsius. Nëse flasim pastaj për kontinentin evropian, është Europa jugore ajo e cila preket më së shumti nga këto valë të nxehtit dhe momentalisht është në ndikimin e kësaj vale duke bërë që të ketë temperatura shumë të larta. Për jugun e Francës, për një pjesë të mirë të gatishullit iberik, kryesisht Spanja lindore dhe jug lindore ka këto temperaturat më të larta. Por po ashtu, edhe pse nuk ka temperatura 40 gradë Celsius për pjesën tjetër të Europës qendrore, maksimumet të cilat ngjiten mbi 37 gradë Celsius për shtetet alpine si Zvicra, Austria, po një pjesë e mirë e Gjermanisë, sigurisht janë temperatura ekstremisht të larta dhe kjo i atribuohet valëve të nxehtit. Për fat të mirë, ka sinjale që edhe për Europën veriore dhe Europën qendrore të kemi një rënje të menjëhershme të temperaturave të ajrit. Janë lajme të mira për sa i përket temperaturave të ajrit, kjo rënje e menjëhershme me të paktën 5 apo 6 gradë Celsius, por her pas here kjo rënje e menjëhershme e temperaturave të ajrit shoqërohet me rreshje në formën e rebesheve dhe ku kemi këtë rënje drastike të temperaturave të ajrit me rreth 5 apo 6 gradë Celsius, sigurisht që shtohet mundësia për fenomenin e breshërit. Dhe sigurisht që pastaj breshëri sjell dëme të ndryshme si në infrastrukturë, por po ashtu edhe në bujqësi. Dhe rreziku është mjaft i lartë për Europën qendrore që të ketë prezente këto rebeshe në formën e breshërit, stuhitë e forta të erës, sepse kemi këtë rënje e menjëhershme të temperaturave të ajrit ku një masë ajrore e ftohtë shtyn të ngrohtë dhe kemi përplasjen e dy masave ajrore. Në moment që kemi përplasjen e këtyre të dyjave, dhe sigurisht që kemi këto fenomene të cilat neve nuk i duam. Apo bëjnë valjet e të nxehtit më të shpeshta dhe më intensive si pasojë ndryshimeve klimatike? Në fakt po, ju keni të drejtë për sa i përket kësaj, pasi vitet e fundit ne kemi parë që valjet e të nxehtit nuk është se janë më një herë apo dy, siç kanë qenë para 2 dekadash, por vitet e fundit ne kemi parë që valjet e të nxehtit kanë ardhur që në muajin maj, siç ka ndodhur edhe këtë vit. Temperatura të cilat në muajin maj janë regjistruar në jugun e Francës, po ashtu një pjesë të mirë të Spanjës mbi 40 gradë Celsius dhe nuk ka përfunduar këtu. Në muajin qershor kemi patur sërish valët të nxehtit. Kemi patur në gjatë muajit korrik dhe do të kemi sërish edhe për gjatë gushtit pritet të ketë valët të nxehtit. Pra, ndryshimet klimatike kanë bërë këtë që valët e të nxehtit tashmë këto vitet e fundit të jenë më të shpeshta, jo vetëm për territorin shqiptar. Tu flasim për rang kontinenti, pra në të gjithë Europën dhe jo vetëm edhe në Amerikë, janë parë që valët e të nxehtit këto vitet e fundit janë më të shpeshta, qëndrojnë më gjatë në kohë, nëse më përpara qëndronin nga 3 deri në 5 ditë, tashmë kalojnë edhe një javë apo 10 ditë, duke bërë që temperaturat e ajrit të bëhen mjaft të paduruara për trupin e njeriu dhe të ketë edhe fatalitete. Vitet e fundit është vënë re që të kemi rritje të temperaturës absolute, pra maksimumet të cilat regjistrojnë mbi edhe 46 gradë Celsius në Europë, ku maksimumi deri tashmë është regjistruar në 48.8 gradë Celsius në Sirakuzë në vitin 2023. Pra këto valë të nxehtit sigurisht që kanë një agresivitet më të lartë nga vitet e kaluara dhe kjo i atribuohet ndryshimeve klimatike ku ka sjell këto fenomene të cilat janë ekstreme për të gjithë kontinentin evropian, por jo vetëm për një pjesë të mirë të rruzullit të kësaj. Tani edhe për ta mbyllur një pyetje të fundit. Atëherë çfarë masash duhet të marrin qytetarët për të mbrojtur nga temperaturat ekstreme në ditët në vijim? Çfarë duhet të bëjmë? Në fakt keni të drejtë, pasi duhen edhe disa këshilla për sa i përket temperaturave ekstremisht të larta. Piku i cili regjistron edhe temperaturat më të larta fillon që nga ora 10:30 dhe të paktën deri në 4 dite. E mira është, gjë që neve mund të bëjmë më kollaj është të mos dalim në ambiente të zhveshura ose të mos dalim nëse për ne nuk është e nevojshme.
Në qoftë se jemi të detyruar të dalim, sigurisht është e mira që të zgjedhim rrugë ku ka hije, pasi në qoftë se ne qëndrojmë në diell dhe jemi duke ecur, në qoftë se regjistrohet temperatura e ajrit 41 gradë Celsius në kryeqytet dhe jemi në ambiente të zhveshura, trupi ynë ndjen si 47 apo dhe 48 gradë Celsius, dhe në qoftë se ne vazhdojmë të qëndrojmë mbi 10 apo 15 minuta, vazhdon që temperatura në trupin e njeriu të ndihet akoma edhe më e lartë. Sigurisht e mira është që të kemi një shishe ujë, të evitojmë këto lëvizjet e panevojshme për fëmijët apo për moshat e treta, por po ashtu edhe për moshën e mesme e mira është që të mos lëvizin në këto orare të cilat, nëse është e panevojshme. Nëse është e nevojshme, pastaj e mira është të kemi një bidon ujë me vete, pasi e ndihmon shumë trupin e njeriu të dehidratuar. Hakil, të falenderoj shumë. Faleminderit ju, ishte kënaqësi. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.